Kur shqiptari tregoi besë, historia nuk e shpërbleu. Në dimrin e vitit 1915, në malet e Shqipërisë, u mor një vendim moral që do të rëndonte për dekada. Para se të flasim për besën, duhet të flasim për gjakun. Shatra u dëgjën, gra dhe fëmijë u vranë, civil u masakruan. Në Kosovë, dhuna mori për masa shfarosjeje, shtëpi të shkatruara, familje të zhdukura, varre pa emra. Në vitin 1915, Serbia po humbiste luftën e parë botërore. U sulmua nga Austro-Hungaria, nga Bullgaria dhe aleatët e tyre. Frontet ranë, ushtria u thye. Vendimi ishte i qartë, ikje ose shkatërrim. Rruga e vetme i kishte mbetur përmes Shqipërisë. Ai po ikte. Gjatë kësaj tërheqjeje, mbreti serb Petar Karađorđević bie në duart e shqiptarëve, i lodhur, i pambrojtur, i mundur. Në atë çast, drejtësia e gjakut ishte e mundshme, mund të vritej. Le ta themi qartë, shqiptarët nuk ishin të verbër, masakrat ishin të njohura, dhuna ishte e freskët, gra dhe fëmijë shqiptar ishin shfarosur. Ushtria sërbe malazeze kishte hyrë deri në Durrës duke prerë vrarë civil dhe megjithatë. Sipas rrëthimeve historike, vetë mbreti serb kishte pranuar se fisi i Kelmendit kishte marrë urdhër që ai të mos vritej, jo nga frika, por nga kodi, nga besa. Edhe kur gjaku ende nuk është tharë, shqiptarët e fshehën, e mbrojtën dhe e nxjerrën të gjallë. Më pas, ai u strehua edhe nga Esat Pash Toptani, u mbajt në mbrojtje në Vlorë, derisa u largua me anije franceze drejt Korfu. Pas luftës së dytë botërore, dhuna u kthye. Filluan dëbimet, kolonizimet, masakrat, shfarosjet. Dhe më vonë, 1999, bota pa dhe një herë çfarë do të thotë harresa. Ky nuk është krahasim, është kronologji. Kjo nuk ishte hera e parë. Historia shqiptare e njeh këtë model. Në shekullin e 19, pas luftës së Nokshicit, shqiptarët liruan mira ushtar malazez, jo nga dobësia, por nga besa, nga mendimi se nderi do të sillte paqë. Por ata u kthyen dhe masakruan. Më vonë shpëtuan mbretin serb, edhe atëherë masakrat ishin ende të freskëta, edhe atëherë u zgjodh besa, dhe historia u përsërit. Këtë dobësi të popullit shqiptar e kishte parë shumë herët Naim Frashëri. Ai nuk predikoi urrejtje, nuk kërkoi hakmarrje, ai kërkoi mend. Sepse besa pa mend nuk është virtyt, është vetë mashtrim. Naimi e donte kombin mjaftueshëm për ta qortuar, jo për ta mashtruar. Liruam ushtri, shpëtuam mbret, falëm masakra. Kur do të mblidhemi mend? Ky dokumentar nuk është thirrje për urrejtje, është thirrje për kujtesë, për gratë, për fëmijët, për të zhdukurit. Sepse një komp që nuk mban mend, dënohet të përsërisë.